Tani, Pra, lëngun e majdanozit me një seshte është këtu. thjesht po e trazojmë, tani do bëjmë dhe një skrap tjetër. Përveç se kemi me majdanozin, kemi edhe me rozmarinën. Si mund t'i largojmë ne rozmarinës, që është kaq e bukur, edhe kjo jeshile. Po, dhe folëm dhe dje një emision të tërë për rozmarinë dhe vetit e saj kuruese në gjende të ndryshme, po aq sa edhe në kozmetik kemi thënë, shampon, kremra, tani edhe në një skrap për ushqimin e flokëve, të gjitha këto i dim. Tani thjesht krijojmë një skrap tjetër, përveç se majdanozit, kemi dhe me rozmarinën. Hedhim rozmarinën që e kemi prerë të vogla. Do hedhim sheqerin. Si gjithmonë sheqerin e kemi një skrap shumë të mirë. Po, e largojmë pak të me rozmarin që të e drejtës. Duket pak. Edhe do hedhim vaj kokosi. Pritë rregullojmë pak. Ndjes. Zërin, vaj kokosi, sheqer edhe gjethe rozmarine të prera të grimësuara imët. I bashkojmë me njëra tjetrën, kokosi mund t'jeti shkrir apo në formë të ngurtë. Tani fillon ai shkrin sepse ashtu shkrin edhe me nxehtësinë e lëkurës të trupit. Shive sa e bukur u bë. Pra skrap me gjethe rozmarine, sheqer, vaj kokosi. Mund të jitni dhe aroma të ndryshme pika, kujtun vaj livando, vaj mente, vaj borziloku. Po që ka aq shumë aromë rozmarina sa mendoj që është mjaftueshëm. Dominuese. Përveç se kësaj, pse e përdorim rozmarinën, sepse ajo ndihmon në qarkullimin e gjakut. Bëhet sfolimi, largimi qelizave të vdekura, qetësojnë edhe trupin, zbutet nga kokosi dhe kemi një lëkurë më të butë dhe më të hidratuar. Sa e bukur është bërë? 2 lloj skrap skrapesh për lëkurën, për fytyrën dhe për trupin, dhe një mask me majdanoz mos ju ndani. Ja ku po e provojmë. Një mënyrë alternativ natyrale shumë e mirë për eksfolion mirë, duket që... Dhe mund ta lëm pak të qëndroj që të veprojnë fuqishëm përbërësit. Të gjitha veprojnë me njëra tjetrën, edhe ajo lëkura jonë shndrin pastaj, tani që fillojnë edhe veshim të fustanet. Dhe i përdorim pa frikë fare, sepse janë krejtësisht natyrale nga kuzhina jonë. Të falenderoj, këtu vazhdojmë procesim, duke se na u fik, po do të ndesim prapë, i bëjmë atë kremin e durë, ta vendosim në mas, pasi të kemi larë pastruar fytyrën nga make-upi.